Përshëndetje zonja dhe zotri, nga këndi i të ftuari do të flasim për rendin dhe sigurinë publike. Nuk egzagjeroj nëse them edhe siguria kombëtare, për sa kohë aksidente, atentate të mirë organizuar ndodhin tashmë edhe në institucione të sigurisë lartë. I referohem ngjarjes së rëndë të djeshme në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, po jo vetëm, kemi patur vrasje në salla gjyqesh, në ambiente shkollash e tjerë. Dhe gjithçka në fakt ndodhte vetëm pak minuta pasi Ministria e Brendshme Koçiu përfundonte raportimin e saj në Komisionin Parlamentar për çështjet të brendshme, ku siguroi, garantoi qytetarët që rendi dhe siguria janë okay, janë nën kontroll dhe se s'ka asnjë problem. Më lejoni të prezantoj të ftuarin me cilin do të flasim për çështje të tilla kaq të rëndësishme, Fatjon Softa, ekspert i sigurisë. Mirë se vjen, Softa. Përshëndetje dhe faleminderit. Softa, kemi dëgjuar për dron, për kamera inteligjente, madje edhe satelit. Tani pyetja e parë që vjen nga çdo qytetar kur institucionet të sigurisë së lartë, si aeroportet, gjykatat, po pse jo edhe institucionet arsimore, shkollat, nuk janë më të sigurta, për çfarë rendi dhe sigurie publike kombëtare mund të flasim? Që parë kërkoj ndjes për zërin nga që kam pasur një gjendje kështu gripale. Të shkuara. Pyetja dhe ajo çfarë ju bët në prezantimin tuaj është e drejtë. Janë pa frikë ajo që ju thatë, siguria kombëtare. Sepse siguria kombëtare çfarë është? Është kur cënohen aeroportet, kur cënohen gjykatat, kur cënohen elemente të tjerë të sigurisë kombëtare, kur grupet kriminale ekzekutojnë dhe përdorin atentate mafioze, atje ku duan, në vendin që duan, duke bërë sfida për shtetin, gjitha këto janë elemente të sigurisë kombëtare. Dhe këto kanë çeduar, sepse ju thatë me drejt kemi investuar në kamera, ose do të investojmë në kamera inteligjente, në dron apo në satelit, por pavarësisht nga qëllimi i mirë, po e quajmë në planin e parë që të investohet në teknologji, kur ato vlen thjesht si investime, ato nuk i vlen sigurisë kombëtare. Kur ato vlen për ta krijuar një element sigurie që duhet të certifikohet dhe duhet të jetë brenda standardeve të Bashkimit Evropian, patjetër që dhe ato vlen. Por në të tilla raste ne mund të radisim vërtet një numër ngjarjesh më të vogla se viti që shkoi, por shumë më agresive dhe shumë më të rënda dhe të pasbardhura, që kanë filluar dhe datuar që nga janari i vitit 2025 dhe vazhdojmë me ngjarjen e aeroportit të Rinasit. Vrasja në autostradën Fier-Vlorë, vrasja e biznesmenit në Selit tek pallati me shigjeta, atentati në Shkodër me përdorimin e lëndëve eksplozive, vrasja e italianit, një atentat i mirë organizuar apo një aksident, të gjitha këto ishin çështje që ende nuk janë zbardhur, pavarësisht se është kapur autori, por motivi vërtet mbetet një enigëm, si për mediat italiane dhe ashtu edhe për opinionin publik. Edhe shumë ngjarje tjera, të cilët fillojmë edhe me eksplozivin e vendosur në banesën e një deputeti të opozitës shqiptare, vrasjet e ndryshme me adoleshentët në shkolla. Pra ka një situatë e cila vërtet është shqetësuese dhe kjo patjetër që kërkon e para analizë dhe e dyta kërkon një lloj reflektimi, sepse sigurinë do ta ndërtojmë në atë moment dhe në ato mënyra kur ne kemi ndërtuar protokollin e sigurisë. Për shembull, gjykata nuk funksionoi dhe nuk kishte protokoll sigurie. Pra Kosta nuk kishte forcë reaguese. Ngjarja në aeroportin e Rinasit kërkon një analizë veçantë dhe më të zgjeruar, sepse këtu kemi ndërthurin e disa elementeve. Flasim që kjo ndodhi në perimetrin e sigurisë, pra perimetrin e jashtëm të sigurisë, që në gjitha aeroportet është nga 200 deri në 300 metra, ku duhet të jetë zone monitoruar, zone kontrolluar, zone krehur, po themi nga strukturët, dhe në rastet kur aeroportet janë ushtarake apo strategjike, gjë që duhet ta klasifikojmë çfarë do të jetë aeroporti i Rinasit, ato shkojnë nga 500 metra deri në 1 kilometër. Elementet e sigurisë të atij perimetrit më mbajtur në monitorim, ku monitorim do të thotë mjetet që vëzhgohen me kamerave inteligjente
kur ato janë të dyshuara, kur kanë targa të vjedhura, kur personat mund të jenë të maskuar, kur përdorin mbulim fytyre. Gjitha këto janë kamera të cilët identifikojnë, japin alarmin dhe duhet aktivizojnë forcën e gatshme, e cila me normat e Bashkimit Evropian nuk do të jetë më shumë maksimale se 3 minuta. Plus pastaj nëse të themi duhet bëjmë bllokimin e rrugëve, në të gjitha atentatet në Vlorë, në Tiranë, në Shkodër, nuk kemi parë një bllokim të rrugëve, dhe du të ketë një projekt, një program, apo një plan masash në mënyrë se si mund të blokojnë rrugët në momentin që jepet një alarm i kuq. Ka munguar, si në këtë rast dhe shumë raste tjera, helikopteri i cili do të jetë një forcë e gatshme, e para vëzhguese nga ajri për të orientuar forcën në terren, dhe e dyta reaguese mund të mbajë trupa speciale, të cilët dinë të veprojnë nga momenti i zbritjes në afërsi kur mjeti i tyre ndalon, për të bërë kërcime, veprime për neutralizimin e personave të armatosur apo që po largohen nga vendi i ngjarjes, duke udhëzuar mjetet për bllokimin e rrugës e tjerë. Gjë që mungon. Tirana dikur ka pasur një aeroport civil i cili kishte helikopterët edhe avionët që shërbenin si për emergjenca civile, po që mund shërbente në raste të tilla edhe për forca speciale për të dërguar ato në territor apo në territore aty ku mund të ketë nevojë për të forcuar forcën në terren. Ju thatë për satelitët, por në asnjë rast satelitët nuk kanë dhënë informacion. Dhe për këtë duhet të jetë Parlamenti Shqiptar, grupet e opozitës që duhet të kërkojnë një interpelancë. Ku janë, çfarë janë, dhe pse nuk ata nuk sjellin informacione. Kur ata u ngritën, 6 milion euro ishte kosto e tyre, u tha që detajet do të jenin të detajuara deri në 70 cm. Pra do të kishin 2 satelitë të cilët alternoheshin në kohë reale të sjellin ngjarjet, ku do të përcaktonim shkaqet natyrore, zjarret, fatkeqësitë natyrore, por edhe plantacionet, por edhe atentatet dhe ngjarjet e ndryshme kriminale, gjë të cilat përsëri nuk kanë dhënë rezultat. Dhe këto situata, të cilat janë atentate të mirë organizuara, ku përdorin armë të asgjësim masiv si janë Kalashnikovët, ku skemat janë po të njëjta, pra atentati, largimi nga vendi i ngjarjes, djegja ato mjetet bashkë me armët, në çdo atentat ka mbi 3 armë, të cilët janë jo vetëm për numrin e njerëzve që marrin pjesë si atentator, por edhe në rastet që mund të kemi bllokim të armës, kanë përsëri një armë rezervë që të realizojnë atentatin apo të mbyllin misionin për cilin ato e kanë planifikuar. Kjo ngjarje e fundit pati një element shtesë të përsëritur kur brenda personave me precedent kemi edhe persone të policisë shtetit. Në rastin e Martinajt ishte i forcës operacionale, në rastin konkret i agjencisë mbikëqyrjes policore, por nuk ka munguar edhe raste tjera kur në transferimin e parave, pastrimin e parave apo raste tjera kemi pasur persone të cilët kanë përdorur automjetet për të lëvizur paratë të krimit. Pra të gjitha këto janë probleme shqetësuese që unë mendoj që të paktën në këtë rast mund të kemi një mbledhje të Këshillit të Sigurisë, ku mund të jetë analiza e situatës në vend. Nuk është e shëndetshme kur themi që situata është e kontrollueshme, ne e vlerësojmë situatën e përgjithshme, por kjo nuk do të thotë që ne të mos ngrem dhe të trajtojmë disa probleme të cilët lidhen si rasti i vrasjes së gjyqtarit, ashtu dhe atentati në afërsitë të Rrinasit, çfarë çdon dhe çfarë duhet bëjmë për të përmirësuar elementet e sigurisë. Nëse nuk mjaftojnë forcat, shikojmë mundësi të tjera, si mund të shtojmë numrin e forcave, kur kjo nuk të lejohet nga vendi i Bashkimit Evropian, se është raporti i policë popullsi, por ka mundësi të tjera, për shembull policit e qarkullimit rrugor në Tiranë, nuk ka pse të rrinë për rrugët e qytetit, aty mund të futet policia bashkiake. Këto forca mund të shtohen forcave që janë në zbulim, në parandalim, apo në goditjen e krimit të organizuar, apo të situatave të tjera kriminale që kemi në vend. Ose nëse mund të shkojmë drejt një force e cila është në vend e Bashkimit Evropian, xhandarmeria, mund të krijohet arma e xhandarmerisë, që është pjesë e forcës policore. Kamrat që janë në Rrinas, flas jashtë, po dhe në territor, ende nuk kemi kamera që t'jenë të identifikueshme, kamera inteligjente, të cilët të identifikojnë personat e mbuluar, maskat që të përdorin, mjetet e vjedhura, target e vjedhura e tjerë. Dhe për aq kosa ne nuk i kemi, ne nuk mund ta parandalojmë krimin. Dhe situata të tilla nuk është as e para pas e fundit, me siguri do të kemi atentate të tjera, për aq kosa ka larje e sapesh, ka gjakmarrje, ka hakmarrje, ka dhe konflikte interesash për zona influencë. Softa, për sa kohë është i përfshirë një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore dhe ky institucion thotë kemi urdhëruar pezullimin e gjithë zinxhirit urdhërues, madje thonë që do të bëjnë verifikime të procedurave administrative në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij sipas tyre nga shtatori 2025.
A duheshin bërë të gjitha këto më herët dhe tjetra që është ende më shqetësuese? A duhet të alarmohen qytetarët se si rekrutohen agjentët në këto institucione të rëndësishme që duhet jenë garante të rendit dhe sigurisë publike, edhe kombëtare në këtë rast? Agjencia e mbikëqyrjes policore është një institucion i riorganizuar, i riformatuar, me një investim të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të qeverisë shqiptare, duke kërkuar të ndërtonin një drejtori të një niveli shumë të lartë, pra nga ajo që ka qenë brenda ministrisë, një drejtori të shkëputur, por për të mbikëqyrur pikërisht pastërtinë e figurës së punonjësve të policisë brenda saj, lidhur me korrupsionin, lidhur me përfshirjen në aktivitete kriminale apo me abuzimin me detyrën. Dhe mendoni është kjo strukturë e cila duhet të kontrollojë çfarë ndodh brenda strukturës. Kush do të jetë një strukturë tjetër që do të kontrollojë këtë strukturë? Mungon, nuk ka, dhe s'ka si të ketë strukturë ma strukture. Atëherë duhet të kthehemi ka analiza. Çfarë ndodhi? Si është rekrutimi? Njëra, e dyta, kush është drejtuesi i tij? Sepse ne që kemi punuar në strukturën policore, është shumë e qartë që drejtuesi ka një plan shërbimi, ka një planizim shërbimi. Personat që punojnë, ku janë të dislokuar, ku veprojnë, si ka mundësi të mos e kesh në kontroll. Nuk besoj se është një rast i shkëputur që personi udhton në një automet me një person me precedent, i cili ishte shënjesër. Sa herë është marrë në këtë aktivitet, sa është i përfshirë në këtë aktivitet dhe si mund të kontrollojmë punonjësit tanë. Kur ti nuk je në gjendje të kontrollosh punonjësit tu, si do të kontrollosh ti krimin organizuar, si do të kontrollosh ti personat me precedentet i mbash ato në monitorim. Si do të shkosh ti pastaj tek qytetarët të cilët kanë probleme të tyre, siç janë në rastet kur jepet garancia apo mbrojtja ligjore, një gruaje të dënuar që duhet mbrojtet nga burri i saj, një avokat, një gjyqtare që u vra nga bashkëshorti dhe nuk mbrojtëm as gjyqtaren me që kishte urdhër mbrojtje. Pastaj tysh ke zonat me probleme, siguria në shkolla, siguria kombëtare e tjerë. Pra janë shumë të rëndësishme. Ky rast kërkon një analizë të thellë, një reflektim të thellë, kërkon shkarkim vërtet të një zinxhiri, po dhe një përgjegjësi duke filluar nga drejtuesi i agjencisë mbikëqyrjes policore, nga stafi i emërimit, kush i bën emërimet, mbi kritere, sepse ka disa kritere. Ne themi në Angli shikohet në gjins, shikohet në origjinë, sa kohë ka nga vjen, ka lidhje me policinë. Pra nuk mund të marrësh çdo njeri nga rruga dhe ta futish atje aq më tepër që personi ka pasur dikur probleme, nëse janë ato që flitet në media, por nuk është person me precedent, por prap një person që gjatë kësaj kohe motivet që e kanë shtyrë për të vajtur në agjencinë e mbikëqyrjes policore nga ka ardhur. Pra nuk mund të shkosh në agjencinë e mbikëqyrjes policore në mënyrë rastësore. Do të vish nga një zinxhir, sepse në vetë një zinxhiri ti je në gjendje të kontrollohesh edhe nga pikpamja profesionale, nga pikpamja e integritetit, nga pikpamja e besueshmërisë dhe nga pikpamja e vlerësimit punës që ti bën. Pra kur shkosh në atë institucion që do të të përjepet përgjegjësia dhe do të kesh një certifikat sigurie, patjetër do të kesh kaluar disa hallka dhe nuk mund të vish nga rruga dhe shkosh e të emërohesh në këto vende, të cilët ja u blikan dhe mund të përdoren ndoshta, dhe sa raste të tilla mund të kemi që mund të përdoren nga grupet kriminale, të cilët e profesionalizojnë organizimin e tyre sepse thithin, marrin, adoptojnë dhe janë në gjendje të kontrollojnë brenda strukturave informacione apo të dekonspirojnë operacione kur organizohen ndaj tyre. Softap, jo për konsum politik, por pak minuta më parë pati një komunikim për shtyp lideri i opozitës Berisha, i cili e quajti ekzekutim publik të patronuar nga shteti. Ndërkohë, deri tani kryeministri Rama nuk ka asnjë reagim për këtë çështje dhe në fakt për ngjarje të tilla të rënda nuk e kemi parë të reagojë asnjëherë, minimalisht të paktën si për aksione të tjera të zaptimit të hapësirave publike apo jo, dhe mbetet në fuqi thënia e tij e hershme hëngshin kokat e njëri tjetrit. Tani impakti te publiku cili është sipas jush? Në moment që flet edhe udhëheqësi i një force politike opozitare, patjetër që ai është një instrument të demokracie, sepse opozita dhe pozita bashkë, pavarësisht nga krahët, janë të njëjtit trup, dhe si të tilla kanë misionin e tyre që jo vetëm për ligjvënien, por edhe për të llogaridhënien ndaj institucioneve të zgjedhura të pushtetit qendror apo lokal, sepse zëri i tyre patjetër është një zë kontrollues,
për ta kontrolluar atë majorancën nëse është brenda shinave të ligjit dhe është brenda elementeve të sigurisë kombëtare dhe në veçanti ndaj sigurisë së qytetarëve shqiptar. Por edhe opozita ka fajet e saj, sepse her pas here duhet të ketë edhe një komunikim më të drejtë për drejtë me institucionet, por dhe komunikim të drejtë për drejtë me nisma ndaj qytetarëve shqiptar, duke kërkuar që të arrisë dhe të amplifikojë zërin e saj, jo në numrin e vendeve që kanë parlament, jo në vendin e një opozitari, por në rolin e hapjes dhe përthithjes të një vetë shoqërie e cila në këto momente është në turbulencë, është e shqetësuar në shumë plane. Jo vetëm për hallet dhe probleme ekonomike, por dhe problemet e sigurisë së fëmijëve, por dhe pasigurinë që shpeshherë në vendin e punës kamarieri, banakjeri, po bëhet pjesë viktim. Në rastin e aeroport kemi vetëm 2 personat brenda automjetit, për fat do themi, arma atyre ishte e përqendruar tek xhamat dhe tek pjesa e dyerve dhe nuk shkoi përtej. Edhe në momentet që shkoi, nuk pati viktima të paktën tek struktura e hotelerisë, sepse do të ishte përsëria që themi viktimat e pafajshme gjenden në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Dhe kjo është në plazhe, është në autostradë që ka qenë ke Tegu, është në rastin e Don Boskos, është në rastin e Shkodrës, pra janë shumë raste që kemi dhe viktimat persone që janë të pafajshëm. Urojmë që këto të jenë raste ku të kemi një reagim kombëtar, ku institucionet krejnë përgjegjësinë dhe të ketë një luftë e cila duhet shkojë jo vetëm për goditjen e grupeve kriminale, por duhet shkojë edhe për mbledhjen e armëve, sepse këto janë kallashnikovët e 97-s që fatkeqësisht 30-40% janë mbledhja dhe 60% në duart e popullsisë. Çfarë do bëjmë për armët? Pra që kosa ato janë me armë, trimërohen për financa, trimërohen për armët, po trimërohen edhe për shkak të hapësirave që organet ligjbatuese i kanë lënë atyre. Sepse fakti që ato goditën në aeroport, aq shumë janë trimëruar softa sa tani ngjarjet e rënda po na ndodhin 50 apo 100 metra larg stacioneve policore, po heshtja e kryeministrit si çfarë impakti ka tek publiku? Urojmë që në ato emisionet symë sy të jetë dhe një nga kjo, që të flasë me qytetarët për këto probleme, për septimi tyre. Janë po këto qytetari që të thonë, ne mbështesim policinë, që ne jemi pro spagut, jemi pro iniciativave të goditjes ndaj grupeve kriminale. Po edhe këto qytetarët i kanë dhe gjëra të tjera për të thënë. Mirë, është të jetë një intervistë e tillë, ta dëgjojmë këtë zë, të flasin më lirshëm ata qytetarë. Pastaj duhet të reflektojë, nuk mjafton të dëgjosh. Dhe kjo nuk bëhet me sy në sy, nuk bëhet me Facebook apo me Instagram. Kjo bëhet me nisma dhe me iniciativa. Dhe këto iniciativa dhe nisma patjetër duhet vinë tek forcimi këtyre institucioneve. Forcimi institucioneve do të vi që nga paget e këtyre punësve të policisë, 500-600.000 lekë merr sa një punës e pastrimi, një punës policie bazë. Shto pastaj ata që janë pas trehim, që kanë probleme ekonomike në familje, që kanë smundje profesionale, po një pjesë të tyre vinë dhe kthehen, largohen përse nga policia se nuk kanë ato pritshmëri dhe duhet rrisim jo vetëm uniformën dhe autoritetin e tyre, por duhet rrisim dhe profesionalizmin e tyre. Ai momenti kur në mënyrë rrethënore ngrenë këmbët për të thyer xhamin, nuk është profesional, nuk është etik. Pra policia kur vjen në një vendngjarje, mund të kemi shumë probleme, mund të ketë aksident automobilistik, personat mund të ngelen të mbyllur brenda dhe mund të jenë momentet e dhënies shpirt. Si do të jepet ndihma parë, si do të jenë veprimet për hapjen e derës, nuk mund të bëhen me shkelma dhe me leva që gjenden apo me gur. Mjete rrethanore. Do të ketë mjete të cilat do të jenë të pajisura dhe zakonisht veprimet kur ka ngjarje shoqërohen nga ambulanca, nga policia, nga grupi hetimor, por dhe nga ato të emergjencave civile, të cilët dinë të kryejnë veprime, dinë të japin ndihmën e parë. Çfarë ndihme do t'i japë ai punës policie, ku ai nuk di ta japë ndihmën e parë. Ndoshta veprimi që mund të bëj, mund të jetë i gabuar dhe mund t'i marrë jetën, dhe do të ndiqet penalisht edhe për veprimet dhe për mosveprimet. Duhet dish ti je specializuar dhe ti je forcë e përgatitur, strukturë e përgatitur në raste të tilla. Prandaj analiza është e gjerë dhe ka pafundësisht element që ne mund të analizojmë, por kjo nuk mjafton. Kjo është thjesht për të konsumuar dhe për ta ndarë me publikun, por janë institucione të cilët duhet ta bëjnë këtë analizë dhe nga kjo analizë duhet nxjerrë mësime. Për shembull, nëse ne themi element sigurie i aeroportit,
si e quajmë element sigurie. Sot ndodhi atentati, nesër mund të kemi një akt terrorist. Nëse ajo makina ka pas armë dhe ka qenë e parkuar në një nga parkimet e aeroportit, po sigurt kishte pasur lëndë djegëse dhe lëndë eksplozive. Po sigurt ty tek ai parkimi nën toksor, që është poshtë aeroportit. Unë nuk di të ketë një aeroport në botë që të jetë të parkimi nën tokë. Pra të shkosh nën tokë, kur sipër ke pasagerët, kur sipër ke infrastrukturën drejtuese të këtij aeroporti. Pastaj në afërsi janë ato zonat kritike, që janë avionët, janë mjetet që bëjnë furnizimin me lëndë djegëse për furnizojnë avionët me lëndë djegëse, e të tjera, e të tjera. Të gjitha këto janë elementë sigurie. Nuk ka një aeroport që ka qafër hotele dhe struktura akomoduese. Një ditë nëse do t'i ndërtojmë këto standarde dhe në një ditë nëse do t'i kërkojmë këto standarde, i të jeni sigur që do të prishen, do të kompensohen, do të hapen hapësirat, të cilët janë sikurse edhe në shumë vende tjera, shumë larg edhe parkimet dhe do të jenë shërbime, magazina, shërbime të tjera që mund t'i vlejnë aeroportit. Softa, dhe së fundmi më lejo t'ju pyes pak edhe për mediat dhe mënyrën se si i pasqyron ngjarje të tilla të rënda. Ka një inflacion analizash në studio, bëhet mirë, bëhet keq, mjafton, s'mjafton? Shiko, ka ardhur koha që sipas konceptit tim gjithmonë, që në shumë panele është mirë të mos plotësojmë numrin e panelistëve, po të plotësojmë numrin e personave të cilët vlejnë për një temë caktuar. Sepse shpeshherë shkohet duhet bësh konflikt që të përbësh lajm ose të marrësh klikime. Jo, media është misionare dhe si e tilla e duhet vlej. Ajo ti çfarë jep monitorohet. Ti jeni sigurt që çdo institucion shtetëror, ministri apo institucion tjetër sigurie i monitoron mediat. Çfarë thon mediat dhe çfarë thon personat publik. Por monitorimi duhet vinë në sensin pozitiv, jo në sensin çfarë than ata për ne. Por çfarë dikush dha një mendim të vlefshëm që i vlen punës tyre. Dhe kjo ndodh shpeshherë në media, që shpeshherë duhet të ndërpresin fjalën e njëri tjetrit dhe të krijojmë këtë lloj debat shterp, të pa jo produktiv. Dhe po të shikoni emisionet e vendeve të Bashkimit Evropian, sigurisht kanë debate të cilët e bëjnë dhe e gjallërojnë emisionin, por patjetër duhet të jenë edhe produktive, të vlejë këtij emisioni. Kështu e shikoj dhe këtë kërkoj që të jetë në media. Ky mision që duhet ta bënte televizioni publik nuk e bën këtë mision, atëherë edhe mediat private, pavarësisht se janë private dhe janë ndërtuar prapë me një mision për publikun, që t'i vlej publikut me mesazhet që jep dhe mënyrën se si mund ta informoj publikun për analizën që duhet bëjnë nëpërmjet personave të cilët janë të specializuar, janë të certifikuar ose janë të diplomuar të atyre fushave. Qartë. Për më tepër, Fatjon Softën mund të ndjekin çdo të premten Fax News në emisionin Alo Policia. Faleminderit Softa për këtë bisedë të radhës së bashku. Faleminderit dhe shumë kënaqësi edhe për kohën dhe për mesazhet që patë mundësi t'i jepnim audiencës tuaj. Faleminderit. Ju falenderojmë edhe ju zonja dhe zotrim për vëmendjen e kushtuar.